29 mars. Po aq e sigurt sa dashuria e Perëndis për birin e tij. Sepse ai që nuk e kurseu birin e vet, por e dha për ne të gjithë, qysh nuk do të na dhurojë të gjitha gjërat bashkë me të. Romakëve 8:32. Perëndia zhvesh çdo dhimbje nga fuqia e saj shkatëruese. Këtë duhet ta besosh, ose ndryshe nuk do të lulëzosh dhe ndoshta as do të mbjetosh se i krishter në mes të trysnive dhe tundimeve të jetës moderne. Ka kaq shumë dhimbje, kaq shumë pengesa dhe dekurajime, kaq shumë polemika dhe presione. Nuk e di ku do të shkoja nëse nuk do të besoja se Perëndia i plot fuqishëm po merr çdo pengesë, çdo dekurajim, çdo polemik, çdo presion dhe çdo dhimbje dhe po i zhvesh ato nga fuqia e tyre shkatëruese dhe në të njëjtën kohë po i bën të bashkëveprojnë për zmadhimin e gëzimit tim në Perëndin. Dëgjoj fjalët e mahnitshme të Palit te 1 Korintasve 3:21-23. Të gjitha janë tuajat, qoftë Pali, qoftë Apoli, qoftë Kefa, qoftë bota, qoftë jeta, qoftë vdekja, qoftë gjërat e tanishme, qoftë gjërat e ardhshme, të gjitha janë tuajat, dhe ju jeni të Krishtit dhe Krishti është i Perëndis. Bota është e jona, jeta është e jona, vdekja është e jona, dhe këtë unë e marr me kuptimin, Perëndia mbretëron në mënyrë aq supreme për të mirën e të zgjedhurve të tij, saqë gjithçka me të cilën përballemi gjatë një jete bindjeje dhe shërbimi, do të nënshtrohet nga dora e pushtetshme e Perëndis dhe do t'i shërbejë shenjtërisë son dhe gëzimit ton të përjetshëm në Perëndin. Nëse Perëndia është për ne dhe nëse Perëndia është Perëndi, atëherë është e vërtetë se asgjë s'mund të ketë sukses kundër nesh. Ai që nuk e kurseu birin e tij, por e dha për ne të gjithë, bashkë me të do të na jap të gjitha gjërat, lirshëm dhe pa kthim, të gjitha gjërat, botën, jetën, vdekjen dhe vetë Perëndin. Vargu i Romakëve 8:32 është për ne si një mik i çmuar. Premtimi i hirit të ardhshëm të Perëndis të rrëmben zemrën, ama jashtëzakonisht i rëndësishëm është themeli i këtij premtimi, të cilin e kam quajtur logjika e qiellit. Ky është një vend ku mund të qëndrosh kundër çdo pengese. Perëndia nuk e kurseu birin e tij. Prandaj, logjika e qiellit. Prandaj, aq më tepër ai nuk do të kursej përpjekjet për të na dhënë gjithçka, për të cilën Krishti vdiq që ta blej, të gjitha gjërat, të gjitha të mirat dhe të gjitha të këqijat, që bashkëveprojnë për të mirën tonë. Kjo është po aq e sigurt sa edhe fakti që ai e deshi birin e tij.